Qësoj kohëve të fundit, do më thonë qëto vitet e fundit, shkoj ma shpesh, se jo edhe thmija mu kanë rrit pak, edhe Meda është ma shumë në shpe, kështu që shimi, shpesh, po. Okay. Po, për shembull për pushime familjare, ku zakonisht shkone? Qa bëni? Keni qef pushime familjare, apo keni qef më mirë që të rini në shtëpi dhe... Jo, na zakonisht gjithmonë si të kryjnë Meda sezonën. Unë vetëm aty shpenzoj, do me thonë, kjo është... Tek pushimet? Po, unë i du pushimet shumë, arsye është që më bjen gjatë gjithë vitit me qenë me angazhime dhe pushimet me zi pres. Në përvenet ndryshme. Në përvenet ndryshme? Në përvenet ndryshme. Për shembull, gjatë janarit, ku edhe gjithmonë bëj pushimin tem mas vitit të ri, mas angazhimeve pjesës vitit të ri, do me thonë, kur i bëj pushimet, në atë kohë janë fëmija në për shkolla, atëherë ose vim prinja e lulës, rinë me fëmijë. Pra shkoni të dy pushime çift vetëm? Po, babi ka nejt me mamin derisa ka ndrujet mamin, do me thonë, i kam pas, po kanë ardhur edhe prinja e lulës, kanë nejt me ta. Edhe kemi shku një janar gjithmonë vetë, sepse janë fëmijët në për shkolla, kurse pushimet verore i kalojmë gjithmonë bashkë. Shumë interesante, shumë mirë. Po, për shembull, pjesën e jetës vetëm ju në çift, pa fëmijët, se patjetër ishit ju para, pastaj ishit ata. Si e menaxhoni, shkoni për shembull për darka ose bëni ndonjë date night, do e thoja, si pushimet? Po, nuk ta bjen shumë, domethënë, jo me date kështu me 2-3 date, po të paktën një natë dikon te një shoqëri ose dalmi vetë shkojmë me hangër darkë dikon, edhe nuk e kem gajlen të fëmijët, sepse tash edhe janë rritë fëmija, po edhe janë njerëzit për rreth shtëpie që kujdesen për ta edhe dalin. Përpara, normal që e kemi pas ma vështirë, po tash, jo, tash nuk e kem, do me thonë, dalmi shpesh herë. Okej, po kafshët në shtëpi tuaj, keni kafshë që në mace? Po, kemi një mace. Një mace? Që Meda e do fort? E du është në të vërtet është shumë e mirë. Denisi... Më duket vetëm të maca nuk gjelozana. Ja, të maca zgjellë. Edhe pëse është mashkullor. Edhe pëse o mashkull, nuk gjelozaj. Denisi, djali vogël ka dasht pa tjetër me pas një kafsh në shpe. Pa i ka lyp edhe majmon. Me që edhe krokodilë që se ka kërku. Edhe s'ka mujt m'ja plëcu ato, se arsyeja që në Gjermani, do me thonë, do të me i majtë edhe mrena në shpe. Pa tjetër. Edhe macja shumë e mirë, edhe kemi shku me të e ka përzgjedh vetë. Qysh bebe macën e vogël, e ka përzgjedh, edhe tash e kemi shpi, tash 3 vite, a? 3 vjetë. 3 vjetë? Edhe është shumë e mirë. 6 vjetë kur i ka pos Denisia, kina mbledhur është. është e dashme, nuk është një macë kështu që është e bezdeshme? Që, po? Absolut jo. Ajo ullet me një vend, nëse nuk e thirr rrën 3 orë, shumë e qetë. Shumë e qetë. Shumë e qetë. Do kishit marrë një kafshë tjetër për shembull, edhe pse keni macë tani? Për shembull, nëse dikush kërkon një kafshë tjetër si majmuni ose zonë. Me të vërtet kushton shumë kohë. Tash për shembull problem, jo pse unë i du shumë kafshë. Unë i du kafshë shumë. Për shembull në fshat ku ka jetu gjyshja, tash ku jeton Axhi atje. Në fshat për shembull, atje me pas mundësi unë e kisha mush me kafshë ndryshme, për arsye se unë i du shumë kafshë. Po në Gjermani ose në Prishtinë është e modimshme me majtë. Një lema me majtë ma shumë, se e dojnë kohën e vetë. E dojnë kohën e vetë. Tash për shembull në Gjermani kem të lashë, do të m'ja lanë dikujt me mbikëqyrë. Edhe është gjuna se aja e ninë edhe mungesën tonë, do me thonë unë e vrej